Parku i Gërmisë është një nga hapësirat më të mëdha dhe më të rëndësishme natyrore në Prishtinë. I vendosur në lindje të qytetit, ai ofron pyje të dendura, shtigje për ecje dhe vrapim, si dhe hapësira për piknik e rekreacion. Gërmia me një sipërfaqe prej mbi 1000 hektarësh e pasur me lloje të ndryshme të drurëve. Kjo hapësirë e madhe e gjelbër ofron pemë të shumta dhe shtigje të shkëlqyera për ecje. Rruga e Gërmisë është rreth 5.5 kilometra e gjatë dhe preferohet të eksplorohet në këmbë për të shijuar më mirë natyrën. Përveç këtyre, Gërmia është e pajisur me pistë biçikletash, sheshë lodrash për fëmijë, fusha sportive. Në parkun e Gërmisë ka një pishinë të hapur, e cila është një atraksion i rëndësishëm për vizitorët, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Gërmia konsiderohet mushkëria e kryeqytetit dhe është shumë e vizituar gjatë gjithë vitit. Shumë mjek rekomandojnë këtë vend për ta reduktuar stresin dhe për të bërë aktivitete fizike këtu, për të trajtuar shëndetjen e zemrës dhe të sistemeve të tjera të trupit. Ky park është një zonë mbrojtur e natyrës, i shpallur si park nacional nga viti 1987. Parku i qytetit, një oazë e gjelbër në zemër të Prishtinës, është një nga hapësirat më të rëndësishme rekreative të kryeqytetit. I vendosur në një zonë qendrore, ai ofron një mjedis të qetë dhe të këndshëm për pushim dhe shëtitje larg zhurmës urbane. Parku karakterizohet nga gjelbrimi i dendur, pemët e larta dhe kopshtet me lule që japin një pamje tërheqëse gjatë gjithë stinëve. Shtigjet për këmbësor dhe hapësirat e hapura e bëjnë atë përshtatshëm për ecje, vrapim dhe aktivitete të lehta sportive. Përveç natyrës, parku i qytetit është edhe një vend socializimi, ku qytetarët takohen, bisedojnë dhe kalojnë kohë me familjen e tyre. Ai po ashtu shërben si një hapësirë relaksi, por edhe si një pikë e rëndësishme për aktivitete të ndryshme kulturore dhe komunitare. Tok Bashkë në Prishtinë është një nga hapësirat e gjelbra më të njohura të qytetit, e cila përdoret kryesisht për rekreacion, ecje dhe aktivitete sportive. Ajo ndodhet në një zonë të qetë dhe është e rrethuar me natyrë, duke ofruar një ambient përshtatshëm për pushim, larg zhurmës urbane. Ky vend është shumë i frekuentuar nga qytetarët, sidomos në mëngjes dhe pasdite, për shkak të shtigjeve të tij që janë të përshtatshme për vrapim dhe ecje. Shumë njerëz e përdorin gjithashtu për ushtrime fizike dhe aktivitete në natyrë. Tok Bashkë vlerësohet për ajrin e pastër dhe hapësirën e qetë, duke e bërë një nga vendet e preferuara të Prishtinës, për ata që kërkojnë relaks dhe aktivitet fizik në të njëjtën kohë.